Zalë Durrës. Kam fituar çmimin e parë në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës. Suksesin tim ja dedikoj shkollës, sepse ka pasur një mbështetje shumë të madhe për ne. Unë mendoj se çelësi i suksesit është që mos i mendosh asnjëherë për humbjen, sepse sido që të dalësh në fund, sido që të jetë rezultati, fiton një eksperiencë të paarritshme. Jam Jovan Shandro, jam fituesi i çmimit të tretë në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës dhe kur merr pjesë për herë të parë në kompeticione të tilla, gjithmonë të krijohet ideja që është talenti ai që të shpërblen, por është gjithë një punë e përlodhur. Gjithashtu edhe mbështetja që neve nuk na ka munguar nga shkolla jonë. Unë jam Alo Mushketa, ka fituar vendin e tretë në Olimpiadën Kombëtare të Biologjisë. Çelësi i suksesit tim është puna e palodhur dhe përkushtimi për këtë punë. Besoj se të gjithë që mundohen i arrin gjithmonë qëllimin e tyre. Unë jam Alexia Kolo, jam në klasën e 10 dhe kam fituar çmimin e parë në Olimpiadën e Matematikës. Përveç talentit, mendoj se çelësi i suksesit është puna dhe pasioni i madh që ke për atë që bën, që në rastin tim është matematika. Përshëndetje, unë jam Elina Bardo, kam fituar vendin e tretë në Olimpiadën e Kimisë. Suksesi arrihet nëpërmjet pasionit, përkushtimit edhe mbështetjes. Këto dy të fundit na i ka dhuruar shkolla më së miri. Përshëndetje, më quhem Kedi Domi, jam nxënës në shkollën Turgut Ozaj prej 3 vitesh tashmë. Dhe kam fituar çmimin e dytë në Olimpiadën e Matematikës. Doja t'ju thoja që çelësi drejt suksesit është puna e palodhshme dhe gjithashtu edhe puna e shkollës, e cila na ka ndihmuar gjithmonë. Përshëndetje, unë jam Fiona Ramaj, prej 3 vitesh nxënëse e këtij kolegji dhe prej 3 vitesh mbajtëse vendit të tretë në Olimpiadën e Kimisë. Suksesi im trokiti bashkë me ardhjen në këtë kolegj, pasi këtu është vendi mundësive të mëdha. Fillojmë. Përshëndetje, jam Remi Derizi. Kam fituar çmim të tretë në Olimpiadën e Matematikës fazë 3, si dhe çmim të tretë në Olimpiadën e Kimisë fazë 3. Arritjet e mia ja dedikoj jo vetëm punës së palodhur, por edhe ndihmës së madhe që na ka dhënë shkolla e jonë Turgut Ozal. Përshëndetje, unë jam Stefan Xhillazi, kam fituar çmimin e tretë në Olimpiadën e Matematikës dhe çmimin e parë në Olimpiadën e Kimisë. Unë do jem pjesë e nxënësve që do përfaqësojnë Shqipërinë në Olimpiadën Ballkanike dhe mendoj që kjo arritje bazohet përveç punës dhe përkushtimit edhe në kushte që na ka ofruar shkolla jonë. Përshëndetje, jam Juri Nikola dhe jam klasë të 9. Matematika më ka pëlqyer që kam qenë i vogël dhe akoma vazhdoj të pëlqej. Pra marrë pjesë në Olimpiada për mua përveç se një detyrim që e di brenda vetes është si punë hobi. Këtë vit kam fituar vendin e parë në Olimpiadën e Matematikës fazës 2 për që bërë për rrethin e Durrësit dhe vendin e dytë në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës. Gjithashtu jam kualifikuar edhe për në Olimpiadën e JBMO-s, që është Olimpiada Ballkanike për klasat e 9-ta. Shpresoj të dalë mirë dhe atje dhe që puna ime të vlerësohet çdo herë më tepër. Falenderoj gjithashtu edhe shkollën, e cila ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua, së bashku me mësuesit e mi të matematikës. Unë quhem Redi Marremi, jam fituesi i çmimit të dytë Olimpiadës Kombëtare të Matematikës. Atëherë këshilla që do jepja unë për nxënësit të rinj është që të kenë besim vetvete, se normalisht që puna dhe talenti janë dy gjëra kryesore, po besimin vetvete i ndihmon me vërtet ato të arrijnë atë që meritojnë. Përshëndetje, jam Erjan Qukun, nxënës në klasin 11 në shkollën Turgut Ozal. Këtë vit kam fituar çmimin e tretë në Olimpiadën e Informatikës dhe dua të falenderoj shkollën për mundësinë që na kanë dhënë. Përshëndetje, jam Gret Brau, kam zënë vendin e parë në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës dhe jam përzgjedhur për Olimpiadën e JBMO-s, që është Olimpiada Ballkanike Matematikore për klasat e 9-ta. Sigurisht për të arritur deri këtu s'ka qenë e lehtë, është dashur që të punoj 1 orë, 2 orë çdo ditë, madje ditën e shtunë edhe më shumë, ama jam shumë i kënaqur për rezultatet që kam arritur. Doja të falenderoj në radhë para profesor Fatosin, i cili është marrë me mua për matematikën, gjithashtu të falenderoj dhe shkollën që na ka mundësuar ambientet për të zhvilluar kurset përgatitore. Doja të falenderoj shumë familjen për gjithë mbështetjen që më ka dhënë dhe shoqërinë time. Përshëndetje, unë jam Omar Haxhiu, në klasën e 11. Këtë vit fitova çmimin e tretë në Olimpiadën Kombëtare të Informatikës. Do të falenderoj gjithë ata që më përkrahën, shkollën, mësuesit, që gjithë. Po duhet të theksoj që ajo që ka rëndësi mbi të gjitha është se sa duam të arrijmë diçka dhe se sa të vendos jemi që ta çojmë deri në fund. Unë quhem Barolami, jam maturant në Kolegjin Turgut Ozal Durrës. Fal punës dhe përpjekjeve jo vetëm të mia, por edhe të stafit pedagogik, jam fitues i përvitshëm i Olimpiadave Kombëtare. Vetëm gjatë këtij viti arrita të fitoja çmimin të parë në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës, të tretë në atë të Biologjisë dhe po të njëjtin çmim në atë të Kimisë.
Fal këtyre dhe mbështetjes jo vetëm nga shkolla, por edhe nga familja, arrita të pranojmë në një universiteteve më të mirë në botë, MIT. Faleminderit Turqut Ozar.